ai cili jep përfiton më shumë se sa ai cili përfiton. Se në vetën tonë ose në zemrën tonë janë të instaluara disa gjëra të cilat ballafaqohen me këto dukuri negative, siç është çështja e kooperacisë, egoizmit, dashuria për pasuri të ngjashme. Kështu që njeriu kur do kanë veten e tij që t'jetë bamirës, edhe gjitha ato dukurit negative, ose ato cilësit ose shprehit e këqija të cilat i ka në zemrën e tij, i lufton edhe i largon. Për arsye se në momentin kur njeriu jep për diçka që është më e çmueshme te ai, siç është çështja e pasurisë, edhe për zgjidh ajo që është më e vlefshme tek ai, edhe po jep për nevojtarin, padyshim se me këtë e ka larguar kooperacinë, e ka larguar egoizmin, e ka larguar atë dëshirinë për çështjen e pasurisë, edhe në këtë formë e ka pasuruar vetveten e tij, shpirtin e tij me diçka që është shumë e rëndësishme. Kjo në atë kuptimin individual, por gjithashtu bamirësia kur njeriu jep sa hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ndikojnë në kuptimin e pastrimit të pasurisë. Domethënë kur njeriu jep i pasurisë e tij të varfër, e ka pastruar pasurinë që ndoshta diçka e ka ndyrë pasurinë e tij më herët, ose ka ndikuar në kuptimin e raporteve familjare, ka ndikuar në kuptimin emocional, ka ndikuar në kuptimin e largimit të konflikteve, ka ndikuar që fjala e tij ose autoriteti i tij në të ardhmen të jetë më prezant tek njerëzit të cilët u ka bëu mirë ose ata të cilët nuk u ka bëu mirë, por e kanë pasur që është për njerëzve human.